Histori suksesi, histori të grave të suksesshme të cilat na motivojnë dhe na shtyjnë për të punuar akoma më fort për të mirë të përbashkët të shoqërisë sonë, është ajo për cilën do të flasim edhe për gjatë minutave në vazhdim. Sonte kam nderin që të bisedoj me Zeqerie Sulejmanin, të cilën nuk do ta prezantoj pasi që do kenë mundësinë që ajo vetë për gjatë këtyre minutave të na shpjegoj në këtë intervistë të cilës ko do të fokusohemi, në të cilën do të fokusohemi tek rrugtimi i saj profesional. Mirë se vini përsëri në studion tonë, zonja Zeqeria. Faleminderit, mirë se ju gjeta, faleminderit shumë për ftesën. Përpara se të kalojmë si thash tek pjesa profesionale, për të gjithë ata të cilët nuk ju njohin, do doja një përshkrim shkurtër tuaj se kush është gruaja e fortë me cilën do bisedojmë sot. Tashti ndoshta edhe paka shumë jemi vend i vogël, të gjithë edhe me njohin, jam Zeqerie Sulejmani, jam martuar, nëna 3 fëmijëve dhe rrugtimi im profesional ka filluar në shoqërinë civile, në organizatën jo qeveritare Mogull, në vitin 2013, dhe unë kam pas fatin që të punoj në këtë shoqat me shumë profesionist në fushat të ndryshme. Kemi punuar në fushat të ndryshme për sa i përket edhe edukimit jo formal, edhe në fillim aktivizmi qytetar, edhe mbrojtjes së mjedisit dhe në fund normalisht edhe për në fushën me temë fuqizimin e grave. Aktualisht jeni, le themi, aktive në të dyja fushat, por çfarë ju ka shtyrë që të kaloni nga sektori jo qeveritar dhe të jepni kontribut si e punësuar me disa, le themi, poste, edhe si sekretare në sekretariatin në cilin vazhdoni që të jepni një kontribut të rëndësishëm? Çfarë ju ka shtyrë që nga aktivizmi civil të jepni kontribut më ndryshe dhe... Tari, une, basi që fillova në shoqërinë civile dhe në vitin 2018 ne kemi pas një projekt mjaft të rëndësishëm në Mogull, ndërkufitar dhe Feminine Side of Quality, ku ka qenë, pjesa për fuqizimin e grave, sipërmarrësia e grave, dhe pas realizimit mjaft me sukses të këtij projekti, ku janë identifikuar gra që janë marrë me prodhime vendore, ku janë identifikuar edhe vetë prodhimet vendore që ne i kemi, është bërë promovimi i tyre, ne si rezultat të projektit kemi themeluar shoqatën e grave kualiteti lokal, ku unë jam përzgjedh si kryetare e shoqatës. Dhe këtu ka filluar, si ta them, edhe më seriozisht rrugtimi profesional, ku në vitin 2022 kam marrë rolin e sekretaris së sekretariatit për bujqësi, zhvillim rural dhe ekologji në komunën e Ulqinit, dhe për mua ka qenë mjaft sfidues në fillim, edhe pse ndoshta nuk kam qenë ndoshta edhe e fushës për bujqësi, por në fillim edhe pse ndoshta grua, por ajo sfida më madhe ka qenë edhe pse ka qenë sekretariat i posaformuar, dhe më thënë të gjitha... Nga fillimi. është bën nga fillimi. Edhe pse ka qenë rol mjaft sfidues, mendoj që e ka marrë shumë për zemër, dhe ato themelet e para, ato fillimet e para janë vendosur siç duhet me sukses. Cilat ishin dhe cilat janë aktualisht sot do të fokusoheshin tek rolet e pjesës së bujqësisë për cilën jeni aktualisht ju përgjegjës? Tani të sillim edhe një herë tek ajo pyetja më përpara, tek motivi kryesor, që une e kam marrë, kam dalë nga shoqëria civile në sektorin publik, institucional, është se duke implementuar shumë projekte në shoqërinë civile që nga fillimet, duke nisur nga projekte ndryshme që kemi pas, që kanë qenë në lidhje me aktivizmin qytetar, kam vrejt shumë se gjithmonë, kur kemi pasur takime, gjithmonë kur është dash të lobojmë më shumë, kur kemi implementuar aktivitetet ndryshme, gjithmonë ato vendimet kryesore, ato vendimarrjet janë marrë nga institucioni. Dhe ajo ka qenë edhe motivi kryesor, edhe që kam ka shtyp për një ndryshim më pozitiv që të bëhet një ndryshim më i madh, është që gjithmonë, dhe më thënë, vendimet ato më kryesore, që edhe unë vetë të strukturoj, të vendosi disa çështje të reja, edhe të marrë, dhe më thënë, të jem nga një pozitë që është më vendim marrëse. Prandaj edhe ky ishte ai qëllimi kryesor i ndrrimit që, dhe më thënë, nga shoqëria civile në sektorin publik. Por çfarë keni vazhduar që të aplikoni diçka nga një përvojë pozitive në base nga përvoja juaj në sektorin jo qeveritar me atë tani në komunë? Çfarë keni, le të themi, vjedhur
diçka pozitive. Ajo që nga fillimet e mia ka qenë ajo gjithë përfshirja, do të thënë gjithë përfshirja sepse në sektorin civil është pjesa ku merren mendimet e qytetarëve, mendimet, do të thënë, është ajo ura lidhëse e komunikimi ndërmjet sektorit civil, institucioneve, qytetarëve, dhe kjo është ajo para çka unë edhe kam përfshirë në sekretariatin për bujqësi. Sepse që nga fillimet, kur kemi vendosur, kur janë bërë thirrjet publike, apo ka qenë ndonjë çështje tjetër publike, ndonjë aktivitet i sekretariatit, gjithmonë e kam pas qef që të rritet, edhe e kemi implementuar gjë që të rritet niveli i informimit, që do të thënë bëhet transparencë, do të thënë të gjithë të jemi gjithë përfshirës. Pastaj normalisht edhe ajo do të thënë ndërmjet sektorëve të kemi të gjithë një bashkëpunim më të mirë, po ashtu çka kam marrë të mirën është që të përfshihen normalisht gratë në të gjitha vendimet që i ka bërë sekretariati për bujqësi, në vendimin për subvencione, gjithmonë gratë kanë edhe të rinjt, edhe gratë kanë më shumë përparësi, si për shembull nëse 50% e kthimi i subvencionit është për të gjithë, për gratë është 65%, kështu që ajo përqindja normalisht pastaj ka aty edhe gjëra të ndryshme, se ka disa ndryshime kur është ndryshimi në mes sektorit jo qeveritar, po tek sektori jo qeveritar ka qenë më madhe ajo pjesa e aktivitete, e transparencës, pastaj bisedat me qytetarët, aktivitetet e ndryshme kreative, lobimi, por të gjitha këto kanë qenë më shumë të fokusuara në sektorin civil, kurse në institucione është ai ndikimi më institucional. E thash edhe më parë, pjesa e vendimmarrjes, pjesa e vendimeve, domethënë e strategjive, planeve më afatgjata për të ndikuar. Pastaj e mira është që nga sektori civil merret ajo pjesa ku mund të dim më shumë për projekte dhe dim më mirë të menaxhojmë situatat, projekte të ndryshme. Pastaj shkrimi i strategjive, përpilimi i strategjive të ndryshme që kanë të bëjnë me fushën në të cilën, domethënë edhe kjo është edhe ai qëllimi që përmirësohen disa pjesë edhe në punën administrative, domethënë në institucionin publik. Nuk dyshoj se ashtu do të jetë, edhe keni dhënë, mund të them me plot gojë deri tani rezultate shumë pozitive dhe ju përgëzoj për këtë. Por do doja për të gjitha ata shikues të cilët nuk e dinë. Për shembull, gratë të cilat merren me bujqësi dhe pjesë për cilën ju jeni përgjegjëse, çfarë përfitojnë, cilat benefite kanë dhe sa jeni të kënaqur ju me bashkëpunimin tuaj? Tani tek pjesa kur e kemi pas projektin në vitin 2018, ne kemi filluar projektin për fuqizimin e grave në sipërmarrësi, sidomos tek gratë tek pjesa rurale, do të thënë për produktet vendore, dhe ato çka ne jemi, edhe ka qenë rezultati i projektit, por edhe çka ka qenë shumë e rëndësishme për ne është që kur të regjistrohen amvisniet bujqësore, sepse gjithë regjistri është në Ministrinë e Bujqësisë, të jetë në emrin e tyre, sepse gjithmonë ka benefite më shumë. Edhe sa i përket pushtetit lokal, edhe sa i përket Ministrisë së Bujqësisë, gjithmonë janë benefitet me përqindje më të madhe, ose ka ndonjë thirrje që është vetëm për gra. Edhe në komunën tonë, domethënë tani kemi një numër të madh, në projekt janë të gjitha gratë, janë regjistruar, domethënë të gjitha amvisniet bujqësore, sepse ndoshta edhe bara më e madhe dhe puna më e madhe në amvisniet e tyre, në shtëpitë e tyre, është pikërisht e bëjnë gratë, punën më të madhe e bëjnë gratë. Kështu që amvisniet bujqësore kur janë në emrin e tyre është edhe benefitet janë më të mëdha, po ashtu edhe në komunën tonë, domethënë përfitimi është 65%, kurse subvencioni për të tjerët është 50%. Pastaj tani kemi menduar edhe në projekte tjera ku për zhvillimin rural, domethënë pikërisht janë për zhvillimin rural, dhe ajo çka është më rëndësi, sepse edhe ato vetë tani janë më të përfshira, edhe e shohin se janë pjesë e komunitetit, sidomos me rëndësi që janë pjesë e komunitetit me punën e tyre. Cilat janë sfidat me të cilat haseni gjatë punës suaj në komunë, konkretisht në sekretariat? Tani nëse e mendoni tek sfidat me bujqësi, sfidat për fermerët, ne tani në çdo vit, tani është ndoshta viti i tretë që është formuar sekretariati, jemi munduar që buxheti i sekretariatit të jetë gjithnjë më i madh, sepse ajo edhe është më e rëndësishmja që t'i ndihmojnë fermerët tanë nga ana financiare, por sfidat më të mëdha gjithmonë mesin ke pjesa infrastrukturës, ke fragmentimi i parcelave, ne kemi gjithmonë parcela të vogla, ndoshta
edhe nuk është aq shumë mundur që të bëjmë edhe ndonjë projekt më të madh apo për të shkuar tek modernizimi i bujqësisë, po ashtu sfidë me vete është infrastruktura tek rrugët në disa zona në pjesën rurale, por sfidë mbetet gjithmonë për fermerët tanë mbështetja financiare. Edhe pse ne si pushtet lokal mundohemi që t'i mbështesim, por gjithmonë mbështetja jonë nuk është edhe aq e madhe sa është mbështetja kur mendojmë tek agrobuxheti lokal me atë agrobuxhetin nacional, por gjithmonë fermerët hasin më shumë pengesa sa i përket agrobuxhetit nacional, sidomos tek pjesa e IPARD-it të fondeve BE, sepse kanë shumë çështje administrative, është vështirë që të mbushet dokumentacioni, por ne në sekretariat gjithmonë jemi munduar që nga fillime që të punojmë me ta, që t'i ndihmojmë edhe për sa i përket pjesës administrative, gjithmonë për sa i përket çështjes së dokumentacionit që kur ato konkurrojnë tek ministria. Sfidë me vete është, domethënë, kjo pjesë, por është edhe pjesa sepse gjithçka është centralizuar. Ne në fillimet në punën e sekretariatit kemi kërkuar që edhe të decentralizohet sidomos tek pjesa e regjistrimeve, sepse ne për të regjistruar në visnin bujqësore duhet të shkojmë në komunën e Tivarit, sepse ministria nuk ka zyre në komunën tonë, edhe pse ne merrim me bujqësi më shumë. Dhe gjithmonë sfidë me vete pas çështjes së financave është edhe pjesa e tokës bujqësore që gjithnjë në komunën tonë është duke u shndruar në tokë ndërtimi. Ajo është një dukuri që ndoshta edhe duhet ndaluar, sepse ne e dim që është ndoshta infrastruktura ndërtimi është i mirë për turizëm, por është aty edhe një pikë ku turizmi shkon krah me krah ecën me bujqësinë, është i lidhur me bujqësinë dhe është një dukuri që duhet ndaluar edhe duhet menduar më mirë se si të ndalohet edhe të parashikohet një strategji tjetër, sidomos për sa i përket pjesës së zhvillimit rural. Kur përmendet sekretariati për bujqësi dhe zhvillim rural dhe koha kur ju ishit në krye, më kujtohet gjithmonë kontributi i madh që keni dhënë në brendimin e vojit të Ullirit. Kur e keni ndarë këtë lajm ne, na ka bërë që të ndihemi mjaft, le të themi, krenar, akoma më krenar, siç dim ne ulqenakët që jemi për qytetin tonë. Si ka shkuar procesi? Tani une duke marrë përvojën nga lidhi prap me sektorin jo qeveritar, duke marrë përvojën nga projekti që kemi pasur, se sa është rëndësishme që të brendohen produktet tona, sidomos produktet vendore që me të vërtet kanë sidomos vaj ullirit që është i varietetit të ullishtëson, të ulqinit varietetit vajuk, është me rëndësi që të brendohet. Ne kemi marrë iniciativën bashkë me shoqatën e ullishtarëve, me gjithë ullishtarët kemi pasur një takim, ku jemi dakurduar gjithë, sepse ne kemi disa shoqata që punojnë të ullishtarëve në komunën tonë, dhe jemi dakurduar që të bëhet një shoqatë e re, që të bashkë t'ja nisim iniciativën për të brenduar vajin e ullirit të ulqinit. Dhe me të vërtit në fillimet ajo punë ka ecur gjithnjë më mirë, kemi pasur në takimin e përbashkët, kemi pasur edhe përfaqësues nga ministria, ku na kanë përkrah për iniciativën tonë, dhe më vonë kemi hasur pak probleme tek pjesa e çështjes administrative bashkë me komunën e Tivarit, me shoqatën e ullishtarëve të Tivarit, sepse edhe ato, po ashtu si ne, duan të brendojnë vajin e ullirit, dhe vaji i ullirit i varietetit vajuk është edhe në Tivar edhe në komunën tonë, edhe ndoshta na kanë sugjeruar nga ministria që ndoshta është më së miri, të propozojmë që të shkojmë së bashku. Domethënë, shoqata ullishtarëve nga Ulqini edhe e Tivarit që të bëhen bashkë edhe të kandidojnë vajin e ullirit së bashku. Domethënë, të jetë ky varietet, pasi që është i njëjtë, të jetë i brenduar me të njëjtin emër tek ministria. Prandaj edhe këtu ka ngecur ka dalë ndoshta nuk s'po e quaj problem, por ka ngecur pak puna e brendimit tek kjo pjesa administrative, dhe normalisht duhet më shumë ndoshta edhe t'i përkrahim ullishtarët që ta vazhdojnë këtë pjesë, këtë iniciativë për brendimin e vajit të ullirit.
krahas komunës vazhdoni që t'jeni aktive edhe me sektorin civil, ku së fundmi, pikërisht në fushën e bujqësisë, keni dhënë një kontribut mjaft të rëndësishëm me dokumentarin, në qoftë se mund ta quaj, të cilin e keni realizuar, ku keni përfshirë zona të ndryshme të territorit të komunës së Ulqinit, për cilin natyrisht do ta flisni. Spari, nga ka lindur ideja dhe si është pritur tani që është bërë publike nga opinioni publik? Së fundmi, ne me shoqatën e grave kemi realizuar disa projekte dhe aktivitetet të ndryshme. Ajo, 2 projektet e fundit është dokumentari për kulinarin, dhe më thënë gastronominë e Ulqinit, që është promovimi i gjellëve kryesore që janë më tradicionale në komunën tonë dhe shtigjet artizane. I kemi quajtur shtigjet artizane, janë në pyetje i kemi xhiruar, dhe më thënë 4 shtigje të reja, 4 ruta të reja si produkt të ri turistik. Është e menduar shtegu i Ullishtës, dhe më thënë ruta e Ullishtës, ruta në anën e malit, pjesa e Milës, pjesa e Shasit, në Dragin, dhe më thënë është ruta e dytë në Brajsh, dhe kemi menduar edhe rutën e Kripores. Dhe më thënë këto 4 ruta ne i kemi xhiruar dhe me qëllimi ishte kryesor, dhe më thënë normalisht përveç peizazhit, përveç natyrës së pasur që kemi, resurseve që kemi, të lidhim me kulinarin tonë, identitetin tonë, dhe normalisht pas turisti, vizitori që vjen në komunën e Ulqinit, nuk vjen vetëm, mos vit të shoh vetëm, do të thënë të vizitoj vetëm plazhet, por edhe ta ketë një përjetim më ndryshe dhe normalisht të ndëgjoj edhe histori të vendit që fshihen pas çdo pjate që ato degustojnë. Ka filluar interesimi nga ana e turistëve për mos dashur që të ndërprej, apo duke qenë se jemi në fund të sezonit turistik? Tani jemi në fund të sezonit turistik dhe ne kemi sjell vetëm videon e parë, vetëm kemi filluar, dhe më thënë, atë videon promovues, por tani do të vazhdojmë edhe me promovimin e rutave të tjera dhe më thënë, fillojmë me rutën e Ullishtës dhe mund ta përshkruaj kështu si e kemi konceptuar. Dhe më thënë, fillohet me një mëngjes tradicional të gratë, njëra prej grave, me një mëngjes tradicional me prodhime vendore, ku në pah vjen më së shumti produktet nga ulliri, degustimi i vajit të ullirit. Pastaj vazhdohet në Ullisht, ku vizitohet Ullishta jonë shekullore, ndëgjojnë historitë nga gratë, se si është bërë më përpara vjelja ullirit, se si ka qenë pjesa tradicionale, se si kanë ruajtur traditën, se ka qenë shumë më rëndësi në bujqësinë e komunës sonë Ullishta. Dhe në fund, në qoftë se për shembull vizitorët vinë në kohën kur ka Ullisht, do të thënë në fund të tetorit gjatë muajit nëntor, atëherë ato mund edhe të vizitojnë një mulli ku e shohin nga më afër procesin se si bëhet vjelja, si bëhet shtypja e ullirit dhe normalisht se si prodhohet vaji i ullirit dhe ta degustojnë, edhe pse jo ta marrin edhe me vete si një gastro suvenir. Ajo çka është më interesante në të gjitha këto ruta, përveç se i shohin të gjitha peizazhet e bukura, natyrën që kemi, degustojnë të gjitha gjellët tradicionale, gatimet, edhe ndëgjojnë historinë nga gratë tona, është edhe ajo pjesa e punimeve artizanale, punëtorive artizanale, ku në të gjitha këto ruta, në të gjitha shtigjet që kemi, vizitorët, do të thënë turistët, mund të marrin pjesë në punëtori artizanale. Për shembull, është menduar që në punëtorinë artizanale tek shtegu i Ullishtës, tek ruta e Ullishtës, të bëjnë turistët bashkë me gratë pastën e ullinjve. Tek Kriporja është menduar për shembull që të bëjë një biskot me motive të flamingos, me motive të kripores, flamingosi ose ku ta dione diçka tjetër çka ato kanë në qejf dhe në interesim, dhe apo një sapun me motive njësoj të kripores. Pastaj në anë të malit të vizitojnë Milën, të vizitojnë avisnitë bujqësore, ato që merren me bujqësi, të marrin pjesë në punëtorinë se si prodhohet djathi, të vizitojnë Koshere, pra të gjitha të vizitojnë etnomuzeun në Dragin, të gjitha aktivitetet që sjellin në pah punën e grave tona punëtore.
ju dëshiroj shumë suksese në këtë pjesë, me të vërtet për çdo levdat dhe shpresoj që të pritet po aq mirë sa pjesa promovuese nga i gjithë opinioni i gjerë këtu në komunën Ulqinit dhe jo vetëm, sidomos nga turistët. Do doja për fund kësaj bisede duke ju falenderuar që e keni pranuar të jeni pjesë e emisionit ton, dhe një mesazh si gjithmonë për vajzat e reja të cilat kanë ëndra, por njëkohësisht mbase ndalohen nga frikat dhe nga parajgjikimet. Tani unë do të filloja me këtë pjesën time që ku kam filluar unë nga sektori qeveritar. Unë edhe doja propozoja të gjithë grave, vajzave të reja që rrugtimin edhe ta fillojnë diku ku janë më aktive, ku ka më shumë punë, ku ka më shumë projekte me tema të ndryshme. Unë në sektorin qeveritar e kam pas si shkollë ku kam punuar në tema të ndryshme për të mësuar dhe për të përgatitur për një sfidë më të madhe. Edhe normalisht për të gjitha gratë, për të gjitha vajzat që të ndjekin ëndrat e tyre dhe edhe me punë bëhet mendoj arrihet gjithçka. Faleminderit dhe uroj që të kemi përsëri në studion tonë. Faleminderit juve.